vërtet, ky ekip i si vjetshëm është i përbërë nga çuna të ri, por nga dita në ditë do plotësohet ekipi dhe me pruve të reja. Dhe besojmë se do e arrijmë të jemi prapë pretendent për titull. Po shumë lojtarë me eksperiencë janë larguar nga ekipi, po besoj që nuk ka pse të ndikoj, për vetë faktin se çdo lojtar që vjen te Skënderbeu ka aftësi mjaft të mira për të dhënë maksimumin dhe për të ndihmuar ekipin. Vërtet, për ne djemtë të ri është një moment mjaft i mirë për arsye se kemi pak minuta në këmbë dhe ky vit është mjaft i rëndësishëm për ne që tregojmë vlerat tona. Besoj me ndihmën e trajnerit që dhe me gjithë djemtë e skuadrës, besoj se duhet të jemi bashkë për të arritur qëllimet e skuadrës. Çdo vit Skënderbeu vjen në fushë për të fituar titullin kampion dhe këtë vit është po njëjta situatë. Do vim në fushë për të jemi pretendent për titullin kampion. Thjesht vazhdojmë punën, unë jam kontratë dhe për sa jam kontratë do bëj maksimumin tim që ta arrim vlerat e të arrim objektivat e Skënderbeut. Në momentin unë mendoj vetëm për Skënderbeun. Pastaj nëse do jetë një trampolin për ndonjë ekip jashtë vendit, ato e din presidenti dhe stafi. Vërtet, deri pak muaj më parë ishim shok skuadre, sot ai është trajner, unë jam lojtar, besoj se është një njeri me mjaft vlera për futbollin shqiptar dhe për ekipin e Skënderbeut. Besoj se ndihemi mjaft komod dhe ai më shumë na flet si koleg, besoj se do arrijmë objektivat tonë.